Mirë se erdhët të dashur Desha në Letrat të Fenj. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Letrat që kam para është Krye Peshkopi, është Mbretëresha e Shpatës, është Krye Peshkopja në gjinia femër dhe 3 të Kupës. Të dashur Deshë, të shohim tani. Letrat që kam para tregojnë që kjo javë për ju duket si një javë ku duhet të përdorni pak më shumë mendjen, ta them kështu, jo që se përdorni, mos të keq kuptohen, por që pak më shumë mendjen se sa emocionet. Do të ketë situata ku do të duhet të vendosni qartë kufit dhe të mos pranoni çdo gjë, këtu është ajo mbretëresha, që ta them mos pranoni çdo gjë vetëm për hir të diçkaje apo për të ruajtur qetësinë me të tjerët. Krye Peshkopi thotë në fillim të javës mund të përballeni me një situatë, ta them, që lidhet me rregulla. Kur them rregulla e mendoj institucione, person ose një person autoriteti. Kjo mund të jetë punë ose dokumente, mund të jetë një marrëveshje, një këshill ndoshta nga një person më me përvojë. Këshilla praktike që mund t'ju jap këtu të dashur është mos veproni pra impulsivisht. Ndiqni rregullin dhe mos u mundoni të shkurtoni rrugën, sepse nëse mundojnë të gjeni rrugën më të shkurtë apo të bëni sa më shpejt, mbaroni këtë gjë, mund t'ju krijojë probleme më vonë. Mbretëresha, të vazhdojmë me mbretëreshën e Shpatës. Shikoni këtu kur them është një, nëse vreni një fytyrë e krijuar nga rrethë që ju fryen në drejtimin e juaj. Dhe unë e lexoj në këtë mënyrë që të qetësoheni, mos të duhet jeni shumë të qartë në komunikim në javën që është duke ardhur. Mund të ndodhë që dikush të kërkojë më shumë nga ju se ç'po prisni, apo dikush të përpiqet të ndikojë në vendimet e tua, ose të duhet t'ju thoni jo, çfarëdo që të jetë nëse nuk ju përshtatet. Mos lini njerëz të përfitojnë nga durimi juaj të dashur Deshë. Pra, këshillën që mund t'ju jap nga kjo letër është flisni drejt, pa rrotullime, ndonjëherë respekti vjen pikërisht kur vendosni kufi. Krye Peshkopja që ndryshe nifet si intuita, ky letër tregon se diçka nuk është e thënë plotësisht, që mbahet brenda, ose nuk është aq e qartë sa duket. Mund të ndjeni që një person po fsheh diçka, një situatë nuk është aq transparente, ose instinkti juaj po ju paralajmëron. Këshilla nga kjo letër të dashur Deshër thotë mos u nxitoni të merrni vendim në këtë javë, nëse nuk i dini të gjitha faktet, të jeni të qartë, siç thotë këtu. Pastaj, dëgjoni instinktin tuaj, ai do të tregoj apo do ju ndihmoj të bëni vendimin e duhur. 3 të Kupës, pavarësisht tensioneve që do ketë këtë javë të vogla, nuk do jenë të mëdha, fundi i javës do sjellë lehtësim dhe një moment social, që mund të jetë takim me miq, lajme të mira, ose një moment ku do ndiheni vërtet të qetë dhe rehat. Kjo është një letër që tregon mbështetje nga njerëzit që ju duan vërtet, nga familja, miqtë, partneri dhe kështu me radhë. Mesazhi që mund t'ju jap nga gjithë leximi është: kjo nuk është javë për vendime të nxituara, dashi. Është javë për të menduar qartë, për të dëgjuar intuitën apo instinktin, dhe të jeni të vendosur me kufi, dhe të vendosni kufi me njerëzit. Nëse veproni me qetësi dhe logjik siç filluam që nga e para dhe kogja të qartë, java do përfundoj shumë më mirë nga se fillon. Pra, këshilla e gjithë kësaj është mos u nxitoni të reagoni. Ndonjëherë fuqia më e madhe është të prisni dhe të shihni gjërat më qartë dhe pastaj të veproni.